Aktualisht ende jemi në Kuala Lumpur në Malezi. Natyrisht që kuri nesër në mëngjes niset për në Kosovë. Dhe jemi shumë të lumtur që po Kosovës pja rikthejmë edhe 3 çmime të rëndësishme, jo vetëm për korjen si paranton, por përgjithsisht për kulturën tonë kombëtare korale. Pjesëmarrja jonë në Malezi është si rrjedhoj e vazhdueshme e pjesëmarrjes tonë në aktivitete ndërkombëtare të korit si paranton për gjithë këtyre viteve, do ta konsideroja këtë 5 vjeçar shumë të suksesshëm. Natyrisht kemi punu shumë gjatë me prova për këtë gorë, kemi fillu diku rreth muajit mars. Dhe me thënë të drejtën aktivitetet të ndërkombëtare i kemi anulu për këtë vjet me ide të fokusit kryesor që pjesëmarrja jona të jetë në Malezi. Me thënë të drejtën, ky projekt ka qenë njëri prej projekteve tona më sfiduese